ishte zëri popullit tonë se nuk do të pajtohet kur me një padrejtësi që po i bëhet luftës sonë të drejtë çlirimtare dhe aty pam vullnetin dhe gjithë popullin i cili është në përkrahje të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Aty u pa se 3 shkronja të arta të cilat janë e kaluara jonë e lavdishme. Është projekti më i madh i shqiptarëve që nga koha e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë dhe u pa karakteri i saj unifikues, siç ka qenë karakter i saj unifikues edhe gjatë luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ku populli i tërë u bashkua rreth saj për kauzën e lirisë sonë. Në kjo ushtri çlirimtare ishte përmbyllje e një kapitulli mjaft të rëndë që populli jonë e vuajti për një shekull nën pushtimin serbo-jugoslav. Nesër do t'jetë seanca përmbyllëse, po themi, për procesin ndaj krerëve të UÇK-s. Çka presni? Prokuroria ka kërkuar 45 vjet dënim për secilin, fakt pala mbrojtëse e ka hedhur poshtë gjitha akuzat. Çfarë presni si epilog të gjithë procesit? Nuk na befason propozimi i prokurorisë kur dihet se ajo është ushqyer me dokumente dhe me dëshmi të sjellura nga Serbia, nga prokuroria serbe, e cila dihet disponimi i saj ndaj ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe ndaj popullit tonë, dhe ajo prokurori dihet se karakteri i saj, domethënë më tepër politik se sa gjyqësor, dhe ne nuk presim diçka të mirë prej saj, mirë po jemi të bindur se gjykata, trupi gjykues, nuk do të bie në graskën e saj, dhe jemi të bindur se do të merr përbazë edhe deklaratat e njerëzve më kredibil të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të Mbretërisë së Bashkuar, të cilët dhanë deklaratat e tyre në anën e mbrojtjes, duke dhënë kontribut në qartësimin e luftës sonë të drejtë dhe duke i dhënë mundësi këtij trupi gjykues që mos të bie në graskat e qarqeve të caktuara, të cilat e kanë ushqyer me deklarata dhe dëshmi të rrajshme, duke paguar dëshmitar dhe duke tentuar që luftën tonë të drejtë për çlirim ta barazoj me krimet monstruoze serbe të shtetit serb, i cili nuk ka lënë gjatë zezë pa i bërë popullit tonë që 100 vjet. Ndërsa sa i përket deklaratave të krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, unë jam i bindur se ata do ta thonë fjalën vendimtare dhe fjalën përfundimtare të tyre, dhe në çdo fjalë të tyre qëndron historia jonë, qëndron vendosmëria e tyre dhe gatishmëria e tyre për sakrificë, siç kanë qenë në gjendje që të japin edhe jetën për liri. Ata po e vuajnë dhe po e përjetojnë këtë sakrificë në shenjë të asaj që të japin një kontribut për zbardhjen dhe heqjen e rreve të zeza, të cilat po tenton kjo prokurori t'i hedhë mbi luftën tonë të drejtë dhe mbi ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Falenderoj shumë që ishe pjesë e kanë debatë sonte. Ju falenderoj me këtë rast ju prej gjithë shqiptarëve kudo që janë ditën e madhe të pavarësisë, e në veçanti krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës që po mbahen padrejtësisht në Hag. Faleminderit shumë. Zoti Mustafa, sot edhe ju ishit pjesë e marshit, pashë